Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo recet do ju shpëtoj nga halli, ja si të ndaloni gazrat një herë për gjithmonë. Gazrat dhe fryrja e stomakut janë një problem serioz për çdo. Për ata të cilët kanë probleme, ne po ju sillim disa nga këshillat e ekspertëve për të shmangur këto probleme. Fillimisht, ajo që është e sigurt është që fryrja e stomakut apo edhe zhurma që të krijojnë në zorrët nuk është shenjurie, është thjesht një aktivitet normal tretjeje. Është vetëm një mit që akoma besohet se kur stomaku fillon të bëjë zhurmë je i uritur. Zhurma e cila vjen nga stomaku në të vërtetë është një sistem i shëndosh që funksionon në tretje. Kombinimi i ushqimeve dhe lëngjeve të cilat shtyhen në traktin e zorrëve kalon përmes një procesi i cili quhet peristaltis. Ndërkohë, mënyra e ushqyrit është diçka që mund ta shmangë këtë problem, por ekspertët e mjekësisë thonë se ka edhe të tjera. Mos ha vakte të rënda. Kur ha shumë, sistemi i tretës lodhet, ndaj dhe funksionon më ngadalë duke i bërë gazrat tuaj edhe më të shpeshta. Ha ngadalë dhe duke u përtypur. Gazrat të cilat ndodhen në stomak ndodhin për shkak të ajrit i cili mbledh gjatë procesit të shpejtë të ngrënies. Sa më shpejt e çon ushqimin në stomak, aq më shumë ajër thith nga jashtë dhe e dërgon brenda. Nëse ha ngadalë dhe duke u përtypur, atëherë gazrat do të eliminohen ndjeshëm. Sipas ekspertëve, ju duhet të shmangni dhe ushqimet të cilat shkaktojnë gaz. Produktet ushqimore që shkaktojnë gazra duhen eliminuar për shkak se ato shtojnë problemet me stomakun. Kështu, nëse ke të tilla probleme, shmang ushqimet si djathin, qumshtin, dardhat, brokolin, fasulet, ushqimet e shpejta dhe pijet me gaz, ose nëse të pëlqejnë, zgjidh gjithmonë një ilaç antigaz mes tyre. Ec për disa minuta. Ecja apo ushtrimet ndihmojnë gjithashtu më shumë me tretjen, ndaj dhe reduktojnë ndjeshëm problemet të cilat lidhen me stomakun. E kishit menduar ndonjëherë që nëpërmjet jashtëqitjes mund të humbisni në peshë dhe madje t'i bëni zorrës së trashë një nder të madh? Mund të mendoni se kjo fjali në fakt është qesharake, por është krejt e kundërta. Pasi pastrimi i zorrës së trashë është një mënyrë e shkëlqyer për të humbur peshë, por edhe për të përmirësuar florën bakteriale të zorrëve. Për të mbajtur zorrën e trashë të pastër nga toksinat dhe për të lehtësuar problemet e tretjes, nevojitet gjithashtu një detoksifikim i saj që fare lehtë mund të bëhet edhe në shtëpi. Mjafton ta pini këtë lëng detoksikues. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me lëng molle, 2 lugë gjelle lëng limoni dhe gjithashtu 1 lugë çaj xhenxhefili, gjysmë lugë çaj krip dhe gjithashtu gjysmë filxhani çaj ujë të nxehtë. Hidheni ujin në një enë dhe vendoseni në zjarr që të vlojë. Largoheni më pas nga zjarri dhe hidheni kështu në një gotë. Shtoni në të kripën dhe përzjeni. Më pas, hidhni lëngun e mollës, xhenxhefilin dhe gjithashtu përzjeni mirë të gjithë përbërësit. Përdoreni këtë pije 3 herë në ditë, në mëngjes me stomakun bosh, në mesditë para vaktit të ngrënies dhe sërish në mesditë pasi ka kaluar pak nga koha që ju keni marrë dozën e dytë. Ndiqeni këtë trajtim 1 apo 2 herë në muaj dhe ju do të habiteni me rezultate që do të keni. Gjithashtu, ne këtu do t'ju tregojmë se si të reduktoni gazrat dhe fryrjet me disa receta shtëpiake. Gazrat janë një proces natyrale të cilat lidhen me procesin tuaj të tretjes. Ndërkohë, duhet të dini se kur kjo del përtej kufirit, fryrje dhe gazrat e pakontrolluara, zakonisht edhe ju poshtërojnë. Janë shumë faktorë të cilët të ndikojnë nga një gjendje si kjo, ku janë të përfshira ushqimet pikante, alkooli dhe njëkohësisht mos përtypja e mjaftueshme e ushqimit. Në këtë video ne do t'ju tregojmë disa nga ushqimet të cilat do ju ndihmojnë që ju të trajtoni një gjendje si kjo. Uthulla e mollës.
Uthulla e mollës është një nga opsionet më të mira, sidomos kur bëhet fjalë në trajtimin e gazdrave. Jo vetëm ndaj kësaj, por uthulla e mollës është efektive kundër tretjes jo të mirë. Vetëm shtoni 2 lug uthull molle në një gotë me ujë të ngrohtë dhe e lini atë që të ftohet. E pini si ilaç natyral kundër gazdrave dhe fryrjeve. Qimnoni. Sasia e tepërt e gazdrave në trup gjithashtu nxit fryrje në stomak. Ilaçi i mirë për këtë gjendje është qimnoni. Ai është përdorur prej shekuj kundër problemeve të tretjes, sidomos të gazdrave. Soda e bukës me limon. Një tjetër ilaç shtëpiak i cili është po aq efektiv në luftimin e fryrjeve dhe gazdrave është pikërisht kombinimi i sodës së bashku me limonin. Shtoni lëngun e limonit në një gotë dhe hidhni pak sodë të bukës. Përzierjen e pini ngadalë në mënyrë që të hiqni dhe të liroheni nga gazdra dhe fryrjet. Kungulli. Një nga arsyet pse keni gazra është tretja jo e mirë. Ushqimet e pasura me shumë fibra mund të jenë njëkohësisht shkasi i fryrjeve sepse nuk janë të lehta për t'u tretur. Kur të ndodh kjo, bakteret të cilat shkëmbejnë fibrat krijojnë gazra. Konsumimi i kungullit redukton këtë gjendje në masë të madhe. Kanella. Kanella është një tjetër ilaç kundër gazdrave dhe fryrjeve në stomak. Vetëm nevojitet që ju të shtoni gjysmë luge pluhur kanellë në një gotë me qumësht të ngrohtë. Mund të shtoni edhe pak mjaltë, po ashtu mund të përgatisni çaj me kanellë për të lehtësuar fryrjet dhe gazrat. Vitamina D dhe fibra janë 2 ushqyes mjaft të rëndësishëm, mungesa e të cilave shkakton një sër problemesh në organizëm, përfshirë këtu edhe fryrjen në stomak. Këto të dyja ndodhin jo vetëm për shkak të mungesës së tillë, por edhe të ushqyerjes. Ajo çfarë ne ham transformohet dhe shpërbëhet nga enzima dhe bakteret në sistemin tretës. Nën produktet e ushqimeve që ne ham nxisin mirëmbajtjen e ujit në stomak, përthithin shumë lëngje dhe na bëjnë ne që të ndihemi të fryrë. Sindroma e zorrës të irrituar është shkaktarja më kryesore e fryrjes dhe gazdrave, që shkakton gjithashtu edhe konstipacion apo diarre. Këshillat më praktike për të paksuar fryrjen dhe gazrat është ngrënia e vakteve të vogla gjatë ditës, shmangja e pijeve të gazuara dhe ushqimeve të cilat të nxisin gazrat, siç janë fasulet, brokoli, lule lakra dhe produktet e bulmetit. Studimet gjithashtu tregojnë se mungesat e vitaminës D janë më të theksuara tek njerëzit të cilët vuajnë nga këto probleme. Sipas ekspertëve, suplementet e vitaminës D mund të përmirësojnë ndjeshëm simptomat e problemeve të aparatit tretës dhe rrjedhimisht cilësinë e jetës së një personi i cili vuan pikërisht nga këto probleme. Vitamina D gjendet tek vezët, kërpudhat, salmoni dhe sardelet. Fibra. Tek disa njerëz sasi tepër të larta të fibrës janë përgjegjëse për gazrat dhe fryrjen. Nga ana tjetër, mungesa e fibrës ose në sasi të papërshtatshme të saj mund të shkaktojë shqetësime në stomak. Pra, nëse ndiheni të fryrë, jo domosdoshmërisht duhet të rrisni sasinë e fibrës në organizëm, ama nëse ndiheni të fryrë si pasojë e konstipacionit që shkakton mungesa e fibrës, përgjigjja e saktë për largimin e fryrjes është shtimi i fibrës në mënyrë graduale, duke e shoqëruar me ndonjë laksativ i cili pastron zorrën e trashë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.
Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.